Gazet. Faleminderit, mirë se gjej. Faleminderit shumë për kohën, përmes rrjeteve tuaja sociale e kemi kuptuar që zotri Halil Geci sot ka qenë intervistuar në departamentin për krime të rënda apo jo, për të na e shpjeguar më pas më detajisht normalisht nga ju, mirë po i referuemi një statusi të cilin ai e kishte bërë dhe ndër rreshta thot që presidenti Vjosa Osmani po të kishte vepruar kështu, po të ishte në Turqi, do të pushkatohej. Një gjuhë e rëndë kjo përdorur ndaj Vjosa Osmanit, duke pasuar më pas me shumë reagime, edhe nga presidenca, edhe nga aktivistë të ndryshëm. Na shpjegoni në detaje sot edhe për intervistimin e tij, edhe për krejt se çfarë ka shoqëruar gjithë këtë diskutim. Faleminderit. Krejt kjo ka rrjedhur pas një statusi të publikuar nga klientim, zotri Halil Geci, në rrjetin e tij social, pa asnjë qëllim të caktuar, pa asnjë impakt të asnjë person tjetër, pa asnjë dashje për ta shqetësuar dikam, por vetëm në mënyrë krahasimore e ka shpreh shqetësimin e tij si qytetar i lirë i Republikës së Kosovës, për shkak se zonja Osmani ishte takuar sipas tij fshehuras në New York me ambasadorin serb Gjuric dhe Richard Grenell, dy figura, dy emra që njihen botërisht që punojnë dhe veprojnë kundër pavarësisë së Kosovës dhe integritetit dhe sovranitetit të saj. Pastaj ajo është kuptuar nga burime të tjera dhe si qytetar i lirë e ka shpreh vetëm një brengë, një shqetësim dhe për këtë ka thënë si po të ishte në një shtet shembull sikur Turqia, do të kishte pas pasoja, duke i cituar të fjalët të cilat i cituat ju më herët, mirë po kjo ka qenë vetëm një shqetësim dhe për çështje krahasimore ka treguar se po të ishte në Turqi, se o ka mujt me thonë po të ishte në Finland, si kishte interesu kërkues, ata nuk e kanë problem të pasgjidhur, mirë po i ka cek disa një shtet apo si mund ta themi ka marrë një shembull, sikur tash më thonë, nga se ulen këtë korrik dhe po mos të ishte përforcuar mirë do të rrezohesh. E ka as mirë po as nuk ka bën thirrje për asnjë lloj linçimi, asnjë lloj sulmi, asnjë lloj kanosi, asnjë lloj dhune, as nuk ka pas asnjë impakt. Prandaj zonja presidentin apo institucioni i saj, sepse neve si avokat, më dëshiroj me kolegun Lasuf, nuk na është leju të kemi qasje në shkresat e lëndës, sepse konform në 49 par 3 të kodit të procedurës penale, në asnjë moment, në asnjë kohë mbrojtjes nuk mund të mohohet e drejta për të pasur qasjen. Në shkresat e lëndës mirë